Pra, edhe njerë, fitoria e Magjar, ka hapur diskutime në vendin tonë se përse opozita nuk po mundet të largohet Edi Ramën. Çfarë pengon rotacionin në Shqipëri? Pra i thamë këtë, dhe jo përmenda unë, tani Orban kishte të njëjtat gjëra, kishte oligarkët, kishte mediat, madje edhe mbështetjen e Rusisë, thamë edhe të shërbimeve inteligjente ruse, mbështetjen e Trumpit, edhe me radhë. Nuk kishte gjepa. Sa dhe pse në Hungari ndodhë përmbysje dhe këtu të ne s'ka përmbysje. Si e mendonë? Bushat, kita hedhe që ati identi. Dhe të fillë. Ta filloj unë. Filloj ti them unë, pse? E drejtë është pyetja që shtron ti, se shtron vërtet një, për shumë, unë vetë gjithmonë kam mbrojt këtë ide që regjime autoritariste të mbështetura ke partia shtet është vështirë të munden, gati është e pamundur që të munden me votë. Në këtë pikpamje, Hungaria bëri një përjashtim. Bëri një përjashtim jo vetëm që Fidezi Orbanit humbi me një rezultat shumë thellë, humbi fitoi 2/3 ai tjetri, por pranoi humbjen si demokrati madh e tjerë. Dhe kjo shtron pyetjen, do me thënë, a mundet që regjime të tilla të bien me votë dhe a mundet ta marrim kalk shembullin hungarez ne për të na dhënë shpresë për Shqipëri? E kam vrarë mendjen shumë për këtë, po para se t'jap një përgjigje ka disa gjëra që ndryshojnë nga regjimi Orbanit ke regjimi Edi Ramës. Orbani vërtet ngriti ndeti 4 mandate pushtet, 16 vjet, ngriti një regjim që këta teoricienët e quanin demokracia i liberale, pra që ti fiton me votë, po shëmb gjithë pushtetet e tjera, me gjyqësor, me media, me shkatron lirit ekonomike dhe mbështet një shtet oligarkësh, e tjere. Por, edhe kritikët më të mëdhej të Orbanit, askush nuk i ka bërë kritikën apo akuzën të lidhjes politikës me krimin e organizuar. Po me krimin ekonomik me oligarkët, por jo me krimin e organizuar. Dhe në këtë kuptim, diferenca është e madhe kur e krahasoj me pushtetin Shqipëri. Se pushtetin Shqipëri ka të gjitha ato të Orbanit, pra partin shtet, kapjen e gjykatave, kapjen e shoqërisë civile, kapjen e mediave, oligarkët, por ka plus dhe një faktor plus që është aleanca me krimin, sidomos në zgjedhje. Jo më larg se dje ti kishe kapeti grup bandit e 5 lek kishte marrë tendera publike. Pra këtu është i fortë dhe ky është një efekt plus. E dyta që ka të ndryshme rasti hungarez nga rasti shqiptar, vërtet ju e thatë atje vajti Vensi, bëri fushat, doli Trumpi, thoshin shërbimet sekretet Moskës ishin. Por ama për interesat e veta, jo për në i parim të kulluar, besoj unë, Bashkimi Evropian dhe pjesa liberale e Amerikës bën fushat fort për opozitën hungareze. Kurse në Shqipëri, fatkeqësisht deri tani ne edhe këto faktor tjerë, pra faktorën e huaj, njësoj si krimin, i kemi pasur të renditur nga njëra anë. Pra, në qoftë se në Hungari ndodhi mrekullia, këtu ka shumë më tepër faktor që mrekullia bëhet e pamundur në këndvështrimin tim. Pra, Bushati mbron këtë tezë, po duke bërë specifikime tani zoti Shehi, që është krimi organizuar, thot, dhe 2 momente, 2 gjëra. Ndërkohë, ka dhe një diskutim tjetër shumë të fortë. Mos vallë, do me thënë të dyja, unë i duhet të bashkuara që ti duke qenë një politikan me shumë përvojë dhe duke njohur nga brenda të djathtën dhe Partinë Demokratik, duke njohur fort, mos duhet t'i shtojmë këtë që thot Bushati, që se përmend që opozita e vjetrues së Liberishës pengesa kryesore për largimin e Ramës. Jo, kam argument favor unë atë, po do vazhdoj. Po ja ushtroj zotrinve unë që jam politikan. Ti mos e pranoj atë zotri, po... Jo se pranoj, s'ka argument pa pranueshëm, nuk ka. Unë e pranoj dhe ja ushtroj.
Si. Tash tu në këtë lloj situate ka ca gjëra, ca paralelizma. Paralelizmi është ky, i përmendi Bushati ato të gjitha. Edhe sigurisht dhe ajo puna e krimit nuk e dim të shi se njohim, po besoj që në Hungari nuk ka kaq kapilar krimi sa që ka hyrë në Shqipëri. Ai sigurisht ka vite që punon me oligarkët e mediat e me drejtësinë bërë një sistem, se prandaj fillon dhe sharrët me Bruxelles. Por këtë punë, sigurisht që ai shkallën e popularitetit nuk është se ka bërë edhe gjëra, domethënë që i kam vlejt Hungarisë dhe Hungarisë, brenda një shkallë populizmi që kishte. Po kjo është analizë tjetër. Qartë. Atje i kishte njerëzit e vetë. Tash fenomeni që ka ndodhur aty, që është thush po Shqipërinë i përsëritshëm. Ka element që edhe këtu Shqipëri janë të vlefshëm, por ka gjëra tjera që të thash përtej kësaj krimit. Që po them, ore, është populli shqiptar, sepse ne flasim për hungarezët, sigur hungarezët janë shqiptarë. A e ka të shkallë emancipimi politike. Të kënë që më përëndëritën Nga kjo fillon analiza, e pare punës. Hungaria ka i tjetër tradite, demokratike, rezistencë ndaj të keqës, që Shqipëria se ka pas një herë, për të thënë sinqerisht këtë punë. Kështu që jam me këtë që thot Bushati atë, e me gjithate, unë jam i idesë që edhe këtu mund të ndodhe. Mund ndodhe, këpto. Se edhe këtu është të pru ka gjithume që për qeverisja është e zgjatur, korrupsioni ka shku për te asaj që është normalja. Po qëfar duhet tu? Po duhet një alternativë, atje në Hungarisë se dhe Bushati, kishe një alternativë. Doli njeri, pa për lëmë, këpto. Kishte dhe shqyqet kanë ndodhë fenomeni, se ti e ktheve qërë ndodhë brënda djathës, brënda të mbajtës. A thu se Shqipëri ka pas në herë të djathë dhe të mbajtës e jo. Shqipëri kemi pas pushtetin dhe anti-pushtetin. Që fenomeni ka ndodhë? Kuram në thënjishin, se gjithë jemi të asaj moshe paka shumë. Nuk është puna se unë gritë e djathë a mërdzuen Verhoqët. Unë gritën gjithë shqiptarët nga gjithë palët me i radje. Nuk e shiko atje në Hungari, nuk ka më të majtë. Me ndoni që s'ka të majtë atje. Jo. Po kur vje puna për të rëdzu një autokraci, të gjithë faktorët politikë qojnë më imperative që hiki jërë ky, kur je të pronë me popullin. Dhe unë këtu e kam shpresën. Që këtë që është në Tiranë sot, qytetarët do vi ditë e thonë, mërë të hiki ky. Kupto? Edhe do mbledhin edhe faktorët që janë paknaq nga e majta. Edhe që po sërdhen ato, numër votash kështu me këtë parjen tradicionalit, majtë e djathë Shqipërisë ka shpresë fare.